Edhe pse janë bërë gati gjysmë viti, të punësuarit në Inspektoratin për përdorimin e gjuhëve ende vazhdojnë të mbeten pa rroga. Për këtë çështje ka folur sot kryeministri Christian Miskovski, i cili për gjithë këtë situatë fajin e hedh tek opozita, pasi sipas tij, ata nuk e votojnë ligjin për Inspektoratin e gjuhëve në Kuvend, i cili parasheh heqjen e statusit juridik të inspektoratit. Ato që e bën opozita në Kuvend është me të vërtetë pa precedent, sepse këto njerëz 6 muaj nuk mund të marrin rroga. Propozimi ynë është që për ato njerëz në përputhje me ndryshimet e ligjit, të cilin ata e kanë votuar atëherë, ta dorëzojnë në Ministrinë e Drejtësisë që të munden ministri i Drejtësisë të nënshkruajë rroga për 6 muajt e kaluar. Më pas, Miskovski thotë se më njëherë duhet filluar procedura për të votuar ndryshime në ligj tjetër, ku ky inspektorat ai tha se do të jetë organ në përbërje të agjencisë. Agjencia është ajo që krijon politika rreth përdorimit të gjuhës shqipe, ndërsa ky inspektoriat duhet të zbatojë, do të thotë të kontrollojë se nëse ata politika po zbatohen, por në këtë moment është shumë e rëndësishme të gjithë së bashku, pa politizim, të veprojmë, të votojmë këto 2 ligje që të mund njerëzit të marrin rroga. Kujtojmë se të punësuarit në këtë inspektorat nuk kanë marrë paga për gati 6 muaj. Ata madje disa ditë më parë mbajtën edhe një konferencë për media, nga ku thanë se përveç pagave ata kanë mbetur edhe pasigurim shëndetësor.